Ndalimi në Athinë ishte një natyrë tjetër, po përsëri i lidhur me sa thash në kryet herës. Me pozicionin e Shqipërisë dhe me dëshirën për ta parë Shqipërinë të përfaqësuar në nivelin më të lartë dhe për të dëgjuar qëndrimet dhe opinionet tona, posaçërisht në këtë rast, në një forum ekonomik me një reputacion dhe prestigj ndërkombëtar, ku për shkak të fqinjësisë dhe të historisë, Shqipëria kishte një vend të posaçëm në atë platformë, ku diskutohen drejtimet kryesore të zhvillimit global, por dhe të atij rajonal dhe në këtë rast edhe të marrëdhënies me vendin fqinj. Shkova për të marrë pjesë në forum, por pata kënaqësinë që të pritesha nga kryeministri i Greqisë dhe një mik i vyer, Kyriakos Mitsotakis, me cilin bëm një bilans të ecurisë së punës së grupit përbashkët që kemi ngritur për t'i dhënë një herë mirë përgjigje të gjitha çështjeve të bartura dhe për ta çuar në një nivel të ri marrëdhënien ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Më vjen shumë mirë të them se nga ana e kryeministrit ka një vullnet absolut për të bërë pikërisht adresimin me prioritet të gjitha çështjet e bartura, për të konfirmuar brenda këtij viti përmes një dokumenti të ri të partneritetit strategjik natyrën shumë speciale të marrëdhënies mes dy vendeve, dhe nga ana tjetër për ta mbështetur Shqipërinë si gjithmonë me përjashtim të ndonjë momenti të vështirë në rrugën e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Dhe thënë të gjitha këto, jam shumë optimist dhe njëkohësisht jam shumë besimplot se fal edhe angazhimit personal të kryeministit Mitsotakis, ne do të dimë të adresojmë çështjet e mbartura dhe do të forcojmë edhe më shumë marrëdhënien tonë përmes një kujdesi të posaçëm, qoftë për minoritetin grek në Shqipëri, qoftë për shqiptarët në Greqi.